shikoj të dhënat e KQZ-s dhe të zarfave të dorëzuar në KQZ. Dhe jemi në një situatë ku është vërtet inkurajuese pjesëmarrja e lartë në krahasim me njësër vendesh tjera, por si hera e parë duhet të jetë shumë më e lartë, besoj unë, dhe kështu do t'ju thosha shqiptarët italisë që janë në krye të të gjithëve me 74%, forca janë dhe 21.000 zarfa të padorëzuar. Do t'u thosha shqiptarëve të Greqisë që janë më mbrapa të gjithëve, jo për fajin e tyre, për fajin e konfuzionit që u krijuan kompania në ditët e para, 39%, forca janë dhe 36.000 zarfa të padorëzuar, por ama ka akoma kohë. Ka akoma kohë dhe mos prisni më që të vinë t'ja u marrin, por ktheheni mbrapsht në pikën përkatëse postare të DL-s. Nga Gjermania 72%, por janë ende 7.000 të padorëzuar. Bëni një përpjekje të fundit, Amerika shumë mbreslënse 70%, por janë ende 5.500 padorëzuar.